që jemi në bulevardin e Shmorët e Kombit, në këtë ditë që domethënë duhet ishte praktikisht me diell, po që është në formë kështu se re, nuk është se ka re, po janë si re të tretura që janë në formë sere. Çka e bën domethënë që në drek mund të kemi edhe vap, kështu që me keni mendje sot domethënë jo thjesht për veshjen, por sidomos për zhveshjen. Është domethënë pranvera i ka këto, kështu që sot është muaji të shtimave. Pikërisht. Mirë, dhe vijojmë një farsoj me temën. Them një farsoj sepse në dekadat e fundit, sidomos perceptimi për moshën ka ndryshuar ndjeshëm. Sot fjala vjen një 50 vjeçar, shpesh duket më i ri se sa një 40 vjeçar para 20 apo se 30 vitesh. Tani dhe përveç përmirësimit të stilit jetesës dhe mjekësisë parandaluese, i themi neve, një rol të madh ka luajtur dhe evolucioni i industrisë estetikës, që nga teknologjitë që stimulojnë prodhimin e kolagjenit, te pajisjet me energji të avancuar, me avulla, me kujdiun të çanca gjëra që synojnë rigjenerimin e lëkurës pa bisturi. Në këtë kontekst, ne drejtohemi dhe kemi të ftuar në studio mjekën estetike Edisa Deçe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Domethënë, të tani pyetjen ndryshe. Ju merreni domethënë me mjekësinë estetike. Po. Si ka mundësi që domethënë në çdo vend të botës të shkosh, në Amerikë, në Europë, në Azi, në Afrikë etj, e dallon shqiptarin nga ngjyra e lëkurës. Domethënë, unë s'po them që është as i zi, as i bardh, as i jeshil, as blu, as i kuq. Ose çka një pigment e kemi ne si ADN, apo jeta jon, streset tona, hallet tona i përthith lëkura. Shiko, hallet, streset. Ishte pyetje shumë komplekse kjo. Po pra, hallet, streset e gjitha lëkura i përcjell dhe i nxjerr. Lëkura ekskreton, kalon dhe ekskreton. Është çështja e ADN-je. Domethënë, si çdo komb që ka karakteristikat e veta, ne kemi tona. Ne na dallon më shumë koka e shtypur, mendoj unë, se sa një pigment i lëkurës. Po, se koka me kapele, me flokët edhe më çivin çiko. Nga lëkura dallohet apo ja? Më shumë nga stili se sa nga lëkura. Nga stili, marrë vesh. Studimet e fundit, studimet, s'kemi lecuar në shumë për këto Facebook e Instagram, që nuk e di nëse janë të vërteta apo jo, po që shpesh heri bëjnë edhe për kështu dhe për të ngjallur dëshirën për estetik, tregojnë që 50 vjeçarët kanë parametra fizik dhe mund të mirë se sa para 20-30 vitesh. Nga përvoja juaj klinike, është ky ndryshim në praktikë apo jo? Ky ndryshim është shumë i vërtet në praktikë, të paktën në pjesën e jashtme. Domethënë, nëse flasim nga ana hormonale apo se si funksionon trupi brenda, ky është tjetër muhabet. Po flasim nga jashtë. 50 vjeçarët sot po kujdesen për veten më shumë se sa 20 vjeçarët. Nuk i ndaj burra gra, se janë. Nuk mos i ndaj, sepse është e vërtetë që kujdesesh nga dy anët. Gjithë shkojnë palestër, gjithë kujdesen për ushqimin, gjithë zëvendësojnë hormonet, peptidet, domethënë stili i jetesës ka ndryshuar shumë në funksion të si dukemi nga jashtë. Janë rrjetet sociale të cilat kanë bërë një lloj ndikimi real të industrisë estetikës, apo janë filtrat e Instagramit? Të gjitha këto kanë pjesën e vet, po unë mendoj që 40 vjeçar, 50 vjeçarët e sotshëm nuk duan ta lëshojnë dhe mendojnë akoma që janë të rinj. Ti imagjino vetëm një fakt që ti ke prindër 45 vjeç më shumë se sa ke prindër 30 vjeç sot. Prindër të rinj flas. Po. Dhe asnjë nga këta nuk do që ti thon kur shkon te kopshi ose te çerdhja me kalamajt gjyshi. Domethënë ky është një drive shumë i rëndësishëm. Ndodh kjo? Dhe për të arsye i hyn estetikës? I hyn estetikës, i hyn kujdesit për veten. Do ky është shkaku apo duhet me gjujt? Larize. Ajo quhet si tip adoleshenca e dytë apo mosha? E qartë. O vërtet, domethënë, është bërë një lloj trendi që rrallë gjen një gocë, le të themi 16-17 vjet ose çun, që të mos ketë një lloj trajtimi. Domethënë, ka një lloj lëkure, një lloj fytyre që s'po them se është normale, po ku dëgjoj se si duket. Duket si AI. Është bërë trend. Tani është bërë trend kujdesi për lëkurën, për veten, për paraqitjen, edhe pse shpeshherë kalon në ekstreme. Kalimi në ekstreme pastaj është problem. Dhe ky është një problem social, jo vetëm për ne, është për gjithë botën. O disa të pyes, domethënë, çfarë nevojë ka një gocë 16 vjeç të bëjë trajtim lëkure? Absolutisht asnjë nevojë. Do të thotë që pushave të moshës. Mjafton të shtoj pak higjienën, të mos vendosi kremra. Një gocë 16 vjeç nuk ka nevojë për asnjë gjë. Ju vin sa dushte. Vin, po i refuzoj.
Si e refuzon? E refuzoj më zgjuna. Është njeriu duhet ta mendoj secili nga ne që bëjmë këtë punë duhet ta mendoj si për fëmin e vet. Domethënë nëse refuzon ti shkon te tjetra, s'është problem po. Domethënë, cili është shkaku dhe çfarë lloj bisede bën ti me to? Mundohem t'i shpjegoj që bukuria, rinia dhe çdo gjë ka të bëjë me moshën, ka të bëjë me faktin që ti duhet të zhvillohesh etj, por shpesh herë ti flet, hyn nga një vesh del nga veshi tjetër, domethënë me të vërtetë shkon te tjetra. Dhe ky është një fenomen që për mua duhet studiuar një çik dhe duhet parandaluar. Duhet parandaluar. Domethënë, edhe prindërit duhet punojnë. Procedurat stimuluese të fjala vjen kolagjenit. Procedurë stimuluese kolagjenit nuk bëjnë të lëshem. Një sekond. Krijojnë rigjenerim të vërtet të kësaj që quhet derma, domethënë lëkura, apo vetëm një volum përkohshëm? Volum përkohshëm të vjen nga fillerat, kurse biostimulantët krijojnë me të vërtet një rigjenerim aktiv, real. Do me thënë, nuk është 100% marketing gjithë kjo gjëja që bëhet, apo 100% fryrje. Ka dhe rigjenerim, ka dhe përmirësim, ka dhe riparim, kështu që çfarë është po nga që jam larg kësaj, domethënë duke qenë edhe larg berberëve, imagjino sa larg këtyre estetikës. Domethënë çfarë është në modë tani, se këto fillat e kam dëgjuar kur, po çfarë është në modë tani, ç'a ndodh? Ka ndryshuar pak tendenca e fryrjes dhe bërjes e fryre egzageruar. Tendenca është ata që francezët e thon buzviç. Po, ka ndryshuar pak. Domethënë nuk po kërkohet, të paktën nga mbosha mi 30 vjeç nuk po kërkohet fare. Se përpara po 30 vjeç prapë ri është, prapë ka nevojë. Nuk është vetëm nevojshmëria për të bërë, është nevojshmëria për të përmirësuar, që unë mendoj që fajin e ka rrjetet sociale jashmase. Vërtet? Jashmase, po. Po 30 vjeçar, s'mund ta quash kalama. Nuk është më kalama, po është krijuar ai fenomeni që quhet body dysmorphia, dismorfia e trupit. Dismorfia e trupit njihet në psikologji ti si e shikon ti veten, jo si je në të vërtetë. Dhe ky është për mua, ky është drive-i kryesor i gjithë këtyre procedurave pafund. Ti ke shumë nga gocat e showbizit që janë bërë gjithsesi Elvana. Domethënë është çështje mode. Jo, e marr vesh shumë po. Është një lloj sikur. Sa i do të dalloj. Dikur vishnim njëjtat rroba, mbanim njëjtat çanta, tani bëjmë njëjtën fytyrë. Imagjino sikur mos ekzistonte Elvana, si do ishim do. Nga bërë gjithsesi Elvana, të betohem. Është vërtet fatkeqësisht. Po them gjithë apo shumica. Është një tendencë. Tani në aspektin biologjik, a mund të thuhet se këto ndërhyrje ndikojnë në moshën biologjike të lëkurës apo vetëm pamja është? Deri në 1% ndikojnë dhe në moshën biologjike të lëkurës. Që do thotë? Që do thotë bëjnë një përmirësim, e përmirësojnë, e rikthejnë mbrapsht moshën biologjike të lëkurës në nivel qelizor flas. Deri në një farë përqindje. Pjesa tjetër pastaj është vanitet. Me marrësh. Sa ka evoluar teknologjia estetike në 20 vitet e fundit, krahasuar me ato tradicionale që ishin lifti nga si quhet ajo? Nëse flasim për përmirësimin e teknikave apo aparaturat e reja, nuk është se është bërë në një zhvillim kush e di sa i madh. Domethënë këto aparatura, këto lazera kanë qenë para 20 vjetësh. Është reklama që thon më të fundit kjo më. Thjesht është përmirësuar, është futur sistemi AI brenda, nuk ka një teknologji të re në këto 20 vitet e fundit. Domethënë ekziston teknologjia lazerike prej thuaj 20 vjet, teknologjia plazma e njëjta gjë, të gjithë HIFU, radiofrekuencë etj nuk janë gjëra të reja të viteve të fundit flas. Domethënë janë të 20 vjeçarit, thjesht janë updateuar proceset, duke futur AI, duke e bërë më safe, duke e bërë më. Dhe kjo është ideja. Domethënë, a ka rrezik afatgjata nga përdorimi i përsëritur i procedurave, për shembull fillerata, biostimulatorët apo energji termike? Po, çdo lloj procedure e cila kalon masën, ka një protokoll të caktuar për atë. Ti kalon masën e asaj, ajo bëhet e dëmshme për ty. Kjo është e vërtetë. A mendon që sot që ne po flasim, ndërhyrjet estetike kanë kaluar nga korrigjim defektesh në mirëmbajtje të vazhdueshme anti-aging, si quhet ajo? Anti-age. Ky është një sistem i cili po përparon drejt këtij drejtimi. Domethënë nga aty ku më rregullo pak hundën, më rregullo pak këtë, më rregullo pak atë, tani kemi hyrë te faza që më rregulloj lëkurën e qafës, më rregulloj lëkurën e krahut, e dua këtë të më duket i ri. Domethënë ka hyrë te mirëmbajtja konstante. Që domethënë po hyrë kësaj rruge nuk ka kthim mbrapa? Më pyesin shpesh herë mua pacientët, po e bëra unë këtë një herë. Do ngecem këtu, do ngelem këtu? Dhe unë i them gjithë po, sepse të gjithë ngelen aty. Domethënë ka pas raste që kanë hequr dorë. Okej, lëre stop. Patjetër që po. Po çfarë ndodh kur heq dorë, varesh? Nuk varesh, ti pranon veten për atë që je. Jo, bëhesh i drejtë. Më fal? Bëhesh i drejtë pastaj.
Nuk Apo bësh jo? asnjëherë si dreq. Jo, fjala vjen, po. Shiko. Domethënë që ti e mirëmban deri në një farë kohë dhe kupton që ore, Bollma. boll. Është një lloj si të lyesh flokët dhe të ndalosh të lyerit, i lësh thinjat të jenë aty. Ti do dukesh një njeri me thinja, nga aty ku nuk të dukeshin thinjat, është e njëjta gjë edhe me trajtimet e lëkurës. Si ndikon në fakt, domethënë, kjo nevojë e mirëmbajtjes lëkurës? Po sa çan ndikon? Është ushqimi, është stresi, aktiviteti fizik, çfarë është? Çfarë ndodh? Shiko, stresi është kryesori për mendimin tim. Sepse jeta jon tani është më e mirë se çka qenë para 20 vjetësh, sa e prindërve tanë. Më e mirë në ç'kuptim? Në kuptimin e kushteve në shtëpi, veshjes, ndoshta ushqimit jo, por sido që të jetë prindrit tanë ishin më të abuzuar. Rrinin gjithë ditën diell etj etj. Domethënë, po të shohësh fotot e prindërve tanë, ishin të gjithë si arra. Sot nuk shikon arra. Nuk ka. Sot shikon live. E qartë. Sipas jush është më saktë të themi që fjala vjen 50 vjeçarët sot janë biologjikisht më të rinj apo thjesht estetikisht më të kuruar? Estetikisht më të kuruar. Nuk është se janë më të rinj. Absolutisht jo. Jo. Domethënë disa njerëz me që ndoshta i njohim, janë njerëz të njohur, kombinojnë trajtime tradicionale si botox dhe fillera me teknologji të avancuar. Po. E vendosni ju këtë se cili kombinim? Shumicën e herëve po, ka raste që pacienti ka dhe kërkesat e veta, për sa kohë kërkesat e tij nuk bien ndesh me të qenit e sigurt ajo që po bën, dhe ja bëjmë qefin pacientit ndonjëherë. E qartë. Ja thoni, ore kujdes. Patjetër që po. Gjithmonë. Edhe çfarë nuk e i dorë? Gjithmonë. Ka nga ata që thonë, "Ok, unë dua ta bëj se dua që të ndihem më mirë, qoftë edhe për 10% ndryshim." E qartë. Sa raste keni refuzuar? Ti vetë. Moshat e vogla unë i refuzoj të gjitha në absolut. Kë quan moshë vogël? Poshtë 20 vjeç. E çfarë thua? Nuk ta bëj. Po pse? Ka qeve valla, dua unë. Tani mund të kenë qef shumë gjëra dhe për sa kohë që një njeri që vjen aty tek mua, unë nuk i shpëtoj jetën, po i bëj një procedurë që e bëj të ndihet më mirë. Unë me atë procedurë një fëmijë, se fëmijë është një 17 vjeçar, një 16 vjeçar, nuk do i bëj mirë, do i bëj keq, do i theksoj akoma atë body dysmorphian që ka, atë problemin psikologjik ose atë kompleksin që ka me veten, sepse do i shtoj një gjë, do e bëj ndryshe nga çfarë është. Preferoj të mos e bëj. Domethënë, a ka këto kohë teknologjia ose procedurat reja në treg që sipas jush do të jenë must, pra që duhen për 5 vitet e ardhshme, për shembull, nano përdorime ose peptide të avancuara apo trajtime bioaktive çfarë ato? Ka pafund, thjesht është akoma tregu i pa rregulluar. Dhe duke qenë tregu i pa rregulluar ti nuk di përqendrimin, nuk di cilësinë e produktit që vjen, nuk di, domethënë ky është një problem shumë i madh sot për tregun. Fakti që është çdo ti gjen çfarëdo lloj gjëje, por nuk gjen ekspertin të ta aplikoj, apo nuk gjen protokollin e duhur se si duhet ta marrësh që ti të marrësh benefitet në këtë gjë. Që do thotë ju bëni një analizë përpara ç'an ndodh, se kam ide. Absolutisht jo, nuk ka lidhje me analizat, domethënë. Do të pyesë se kam ide, no? Nuk ka, jo, pa problem, po nuk ka lidhje me analizat kur ti trajton dikë pjesën e lëkurës nga jashtë etj. Maksimumi që ti bën është një vlerësim klinik me sy, ka apo s'ka ndonjë problem në lëkurë, se ka plot njerëz që kanë dhe probleme në lëkurë. Dhe nuk janë kandidatë të duhur për atë procedurë. Thjesht kaq. Moj, çfarë janë ca ku lexova unë? Ca kështu susta kolagjenit. Ti ke pyetur njeriu e duhur për sustat e kolagjenit. Sustat e kolagjenit në Shqipëri kanë sjellë unë për herë të parë. Po çfarë janë këto? Sustat e kolagjenit janë sutura, material qepës. Material qepës, qepim zorrën, zemrën, qepim organet të cilat janë në lëvizje në organizëm dhe duan shumë kohë që të treten. Duan rreth 8 muaj që trupi ti tresë dhe ndërkohë ato stimulojnë dhe rigjenerojnë atë zonën në të cilën janë aplikuar. Po për çfarë përdoren, se kam ide? Përdoren për të ngritur ligamentet në fytyrë. Fytyra jonë është e përbërë nga si çdo ndërtesë, edhe lëkura jonë ka strukturat e veta. Një nga strukturat që e mbajnë lart dhe ngritur janë strukturat e ligamenteve dhe septumeve. Po të vendosen anatomikisht sakt. Çfarë janë septumet, se kam ide? Disa ligamente, ke parasysh kur ha mishin janë ca të forta? Po. Ato fijet e forta.
Ato i kemi dhe ne të trupi. Do të faqja ja fuskot, ku janë? Kjo zona këtu nuk ka zona ansore e fytyrës. Ansore. Po. Që i themi ne tërheqje. Ajo që bëjnë tërheqjen. Tërheqja Tërheqja bëhet nëpërmjet ripozicionimit të këtyre septumeve dhe ligamenteve, ndërkohë ti tërheq dhe lëkurën kur bën tërheqjen, nëse flasim për kirurgji. Nëse flasim për jo invazive, kjo bëhet me ndërhyrje apo jo? Jo me ndërhyrje. Injektohen poshtë lëkurës me pak lidokain, me një mpirje të lehtë lokale. Injektohen poshtë lëkurës, vendosen anatomikisht mbi strukturat e septumeve dhe ligamenteve dhe ato bëjnë ripozicionojnë atë septum ose atë ligament duke të bërë një ngritje dhe një gjeshje të lëkurës. Është si puna e rrugës Prenjas Librash, i vë ato rritat mos vinë. Mos bjerë e kuptova. Tani e mora vesh. E mora vesh. Dhe kjo quhet gjë e fundit e moderne? Nuk është e re si teknologji, prandaj ta thash që në fillim, edhe pse njerëzit nuk kanë qejf ta dëgjojnë këtë. Unë se kam ide. Thjesht është marrë. Ma me mesazh pyetet ti për këtë. Ta çuan me mesazh. Po sepse nuk e di, se kam haberit. Domethënë susta. Domethënë ma çuan që në fillim po e mbajta gjatë tash ç'është susta. Është forma e tyre në formë suste. Dhe kanë termin e tillë. Dhe kanë termin susta për që të bëhet më e kuptueshme vizualisht kur e shohin njerëzit dalë të shoh çfarë po bën. Tani ka njerëz që vinë dhe thonë dua sustën. Po. Mirë që mora vesh mesazhin. Po, po. Po këta interesohen dhe pyesin? Ka shumë. Ka shumë kërkesë sepse është parë që ka rezultat. E kuptoj. Domethënë ka goxha vite në treg, ka 4-5 vjet në treg. Ka një lloj rinimi, le të themi natyral, ka dhe rinim spektakolar. Po. Natyrali. Kë duan më shumë njerëzit? Spektakolarin e ndërrojnë, por kënaqen me natyralin. Ku është dyshimi? Spektakolarin e realizon me kirurgji plastike. Që bëhesh si mos njoh njeri? Po. Kirurgjia plastike nëse do diçka të tillë, shkon te kirurgu plastik. I të bën si duash ti. E kuptoj. Po është e vërtetë kjo që thonë që po i nisë herët këto trajtimet e fytyrës, të lëkurës, më vonë vjen një plagje më shëmtuar. Abuzimi sigurisht që do sjellë atë pasojë. Abuzimi, hajde ndaj edhe në abuzimin. Abuzimi është për sa kohë ti nuk lë pauza në organizëm, ti vetëm e mbush, i fut një trup tuaj, qoftë ai dhe i mirë, qoftë ai dhe stimulant pozitiv. Nëse ti stimulon pafund diçka, ajo do krijojë një. Pra në një farë mënyrë mund të themi që industria e estetikës është me afat. Industria e estetikës është. I mbaron afati. Po, ka për t'i mbaruar afati. Unë mendoj që brenda 5 deri në 10 vjet ne do pim një tablet, një pilulë të vogël të bëhemi të rinj dhe një herë. Ose paktën kështu e gënjejmë veten, duke parë fake news all over. Por kjo është një. Domethënë ju e thoni dhe ju i refuzoni etj i ktheni mbrapsht. Ndërkohë që këtej gëlojnë reklamat, hajde në filan klinik, filan që ju bëjmë kështu, ju bëjmë ashtu, materialet nga më të mirat etj. Si arrin njerëzit të përzgjedhin? Unë për shembull jam 16 vjeç, të më refuzosh të marr natë. Po, do të marr natë, nuk ka problem. Çfarë ndodh? Tamam. Nuk është, po t'ja shpjegosh nuk të merr natë, thjesht gjen një rrugë tjetër. E kuptoj. Ka nga ata që dhe e kuptojnë ama, sepse Okej, deri tani folëm për gocat. Po. Të flasim pak për çunat. Po. Domethënë, kjo industria e estetikës ka hyrë thellë me shop vërdall, domethënë edhe me djem. Po. Djem të cilët janë goxha të kuruar, sidomos mosha 18 e sipër, janë goxha të kuruar saqë gati kanë filluar të largohen në ngjashmëri me prindin. Është e vërtetë? Shiko, ka filluar, është një trend në rritje. Është një trend në rritje dhe te moshat e reja. Domethënë, deri para një 5 vjetësh nuk para vinin meshkujt fare as filloi moshe. Do të flas hapur, domethënë, në brezin tim të 16, 17, 18 apo 19 vjeç. Po. Një djalë i kuruar në gjimnaz, quhej gay. Ka ndryshuar. Ka ndryshuar, sigurisht që ka ndryshuar. Filloi që para 10. Ndërsa tani të mos jesh i kuruar, je pa buks. E kuptoj. Jo është presion i madh. Është presion dhe është shumë e vërtet. Para një 15 vjetësh ndoshta, shkoj me motrën time, shkoj në Spanjë. Dhe i shikoja të gjithë meshkujt shumë të kuruar. Po pra. Edhe ishte një fjalë që përdorej shumë rëndom në atë periudhë atje dhe atje dëgjova për herë të parë që thonin metro guys. Metro guys, quheshin meshkujt të cilët kuroheshin, kishin filluar të mbanin veten etj. Pastaj kaloi nga metro guys, filloi, domethënë sot ne kemi dhe ai ajo, ne ju ata ato, por ky ishte fillimi për mua i mirëmbajtjes së meshkujve që ndihej gjithandej. Dhe u bë një diferencim.
Sot kemi ardhur te kjo pikë, megjithatë egzagerimet apo ndryshimet e fizionomisë dhe të gjitha gjërat, unë mendoj prapë që kanë të bëjnë me këtë plagën e shoqërisë. Njerëzit kërkojnë identitet, humbja e identitetit. Okej, një 20 vjeçare kuptoj. Po. Po një 50 vjeçar çfarë drejtë ndodh? Një 50 vjeçar do të mirëmbahet, ta thashë një herë fenomenin, nuk dua të më thonë gjyshit e kalamanin në shkollë. Kjo është një nga arsyet. Okej, po 50 vjeçarët e kam kollaj se kanë në montes e tij, s'kan berberit. Ajo rregullohet apo jo? Nuk i lë gruaja, i sjell gruaja me dhunë. Pu çfarë gjeti. Mirë, Elisa, nëse hyn në treg diçka e re na thuj se unë sot do informova për herë të parë për susat e kolagjinit si kisha haberin çfarë është. Unë të ftoj të vish ti provosh susat e kolagjenit. Provoj unë çy. Okej. Më lejo të flas me berberin një herë. Okej. Elisa, vërtet shumë faleminderit. Faleminderit juve. Dhe të falenderoj shumë sidomos për domethënë open mind, i thon francezët. Dhe sinqeritetin që rrallë herë estetisët, mjekët e estetisë e pranojnë. Domethënë që jo, unë i refuzoj. E pranoj. Nuk ndodh, jo, vetëm s'kam dëgjuar ndonjëherë. Të kthej klientin mbrapsht. Ka plot. Ka plot? Po. Se di. Okej, qofshe para. Atëherë. Falenderoj shumë tash. Faleminderit shumë. Mirë, edhe ky Mavria ka bërë ndërhyrje estetike. Pa.